Ekspertja politikave të lindjes së mesme, Sumaya Ganushi, në analizën e saj ka bërë një lidhje të dosjeve të Jeffrey Epsteinit me luftën në Gaza, të cilin ajo e quan arkitekturë morale të përbashkët të elitës perëndimore. Ganushi argumenton se skandalet private të elitave globale dhe dhuna e ushtruar në politikën e jashtme nuk janë fenomene të ndara, por pjesë të njëjtit sistem pushteti. Sipas saj, dosjet Epstein nuk duhet të lexohen thjesht si një skandal individual. Dosjet Epstein lexohen më pak si një skandal dhe më shumë si dokumentacion, dëshmi të palosura në depozitime, deklarata në betim dhe marrëveshje ligjore, shkruan ajo, duke shtuar se përvoja njerëzore në këto dokumente reduktohet në material rasti të kategorizuar dhe të zhveshur nga urgjenca morale. Ganushi thekson se abuzimet nuk ndodhen si devijim nga një sistem normal, por si proces i organizuar. Vajzat u rekrutuan përmes cenueshmërisë dhe varfërisë. Ato u transportuan, u paguan dhe u heshtën. Dëmi nuk u mohua, ai u bë rutinë, shkruan ajo, duke përmendur dëshmitë e të mbijetuarave Virginia Giuffre dhe Maria Farmer si shembuj të mënyrës se si pushteti përballet me të pafuqishmit. Por analizë politikave të jashtme. Në tekst, Ganushi përmend Irakun dhe skandalin e burgut famkeq Abu Ghraib si shembuj të dhunës së normalizuar. Ajo argumenton se për dekada me radhë, dhuna ndaj civilëve është justifikuar si strategji ose interes kombëtar. Në Irak, sanksionet dhe lufta kontribuan në vdekjen e qindra mijëra fëmijëve. Qytete u rrafshuan dhe shkatrimi u shpjegua së siguri, shkruan ajo, duke shtuar se në Abu Ghraib dhuna u paraqit si një përjashtim operacional dhe jo si një problem sistematik. Sipas analizës, kufiri midis brutalitetit jashtë vendit dhe moralitetit brenda vendit është një konstrukt imagjinar. Ajo që trajtohet përmes deklaratave dhe cenzurës jashtë vendit, trajtohet përmes marrëveshjeve dhe klauzolave të mos zbulimit brenda vendit, shkruan Ganushi. Në këtë kontekst, autoria lidh drejt për drejt shkatrimin e Gazës me të njëjtën logjik. Shkatrimi i Gazës nuk është një anomali morale. Ai i përket të njëjtës arkitekturë, të njëjtës hierarki të vlerës njerëzore, shkruan Ganushi, duke përdorur një kontrast të fortë. Fëmijët abuzuan sepse shumë figura të fuqishme u afruan me Epsteinin. Sipas saj, oferta e vërtetë e Epsteinit nuk ishte vetëm kënaqësia, por konfirmimi se rendi moral nuk zbatohej për elitën. Tubimet e tij nuk ishin festa, ishin audicione, shkruan ajo, duke shtuar se rrjetet elitare funksiononin si rituale përkatësie. Në fund të analizës, Ganushi arrin në një përfundim të fortë politik. Ironikisht, kjo e njëjta elitë paraqitet si standardi global i moralit dhe iluminizmit, ndërsa përdor këtë status për të justifikuar dominimin, shkruan ajo. Sipas saj, Gaza nuk përfaqëson një devijim nga vlerat e elitës perëndimore, por kulmimin e tyre. Dosjet Epstein ekspozojnë fytyrën private të këtij rendi. Gaza ekspozon fytyrën e tij publike. Përfundon autoria, duke shtuar se të dyja së bashku zbulojnë një realitet të përbashkët, një sistem që, sipas saj, konsumon të senueshmit në heshtje brenda vendit dhe i shkatron hapur jashtë tij.